Elia, mirë se erdhe në Prishtinë, po ashtu në Top RTK. Për të satën herë je në Prishtinë dhe apo të pëlqen Prishtina? Prishtinë nuk mbahet mend kur ka qenë hera parë. Shumë e vogël kam qenë kur kam marrë 16 vjeç me grupin e Spirit Voice atëherë. E kemi filluar koncertet. Dhe këtu kam filluar karrierën time përpara 10 vjetësh. Edhe më pëlqen njerëzit në Kosovë, në Prishtinë, jeta natës më pëlqen. Ke lansu vitin e kaluar videoklipin Oktober 31, ndërsa këtë vit ke lansu edhe videoklipin tjetër me këngën Confession. Pse vendose me i xhiru këto videoklipe në Kosovë dhe në Maqedoni? Po këtu se kam gjetë grupin më të mirë të punës këtu. Në fakt, në Shqipëri gjithmonë ekziston ideja që të huaj t'i bëjnë mirë klipet. Edhe pse me pa vetëm të huaj, shohim mirë djemë tanë se ndoshta janë mirë. Edhe jam lidhur me grupin Media Film edhe me produksionin Smart. Këta njerëz të këtyre produksioneve më kanë ofruar shumë klipe, jo vetëm interesante, po të punuara me shumë përkushtim. Si rat në konkludim me vendos emrin grupit i lirë, pasi që ata janë francezë? Ata janë francezë dhe si në çdo vend të botës, një gjë që vjen nga larg, nga jashtë, është interesante, është më tërheqëse, kështu që sikudo ndodh njësoj një emër i huaj, dhe unë thash, okay, huaj për juve, ama shumë i njohur dhe shumë i afërt për mua, të ta quajmë Ilir, sepse Ilir janë të parët tanë, sepse etj historia, edhe sepse Ilir do thotë Ilir. Kisha pas dëshirë edhe për televizionistë ta bëjnë një pyetje pak jetës private. Po flitet shumë për gazeta, a e di? E dija që do vinte kjo ditë, po. Në fund e lash. Po. Po flitet shumë për gazeta që ke një lidhje me princën Lek. Sa është e vërtet kjo? Aj sa flitet është e vërtet. E vërtet? Po. Diçka për televizionistë e Top RTK-s? Për të ardhmen tënde, ndonjë album, videoklip? Presim album. Videoklipi tani u promovua. Emocionoi kjo pyetje paksa. E prisja, po thoja, ndoshta do arrim ta anashkalojmë. Nuk e anashkaluam. Jeta private është okay, po jetoj një histori shumë bukur. Kaq për momentin.